shohim një gjithandej, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Perëndim në përgjithësi, shohim një bum, ardhjesh, hyrjesh në Islam, ardhjesh tek feja, faljeve të namazit, bashkimit në festat tona. Pse ndodh kjo? Për mua, numri i madh i besimtarëve në shesh është tregues i nevojës që individi në Shqipëri ka nevojë për ushqim shpirtëror. Përtej materiales, përtej të mirave të cilat i shfrytëzon çdo ditë, atyre të mira fizike, material që ka nevojë për të plotësoj shpirtin, të mbush shpirtin. Ne po shohim si rezultat i vazhdueshëm i atij vakuumi që krijohet shpirtëror të madh, i nevojës për ushqim shpirtëror dhe mos realizimit të atij ushqimi, shohim lloj-lloj fenomenesh e pasojash negative. Për këtë është feja, që ta plotësoj atë vakuum, që të thoj ke një rrugë, rruga për tek Zoti.